Pra njoni shkon të shtëpia se ka ndërmend me shlu gruën. Mirë pa e nervozon deri se e qet pi kontrollit, s'di çka flet dhe thot shko baju te baba jot kur sit mos t'i pafsh. Edhe tash ka shkurrizu gruën? Jo. Nuk konsiderohet sheriat. Se ka shkurrizu gruën pse? Për çkak se prej i dhërimit të madh ju ka mbyll e menduar. Pejgamberi Allah në këtë rast e ka gjiku si pas shprehjes apo si pas gjengjës. Pas gjengjës të ti. Pra ata ka thonë, njoni sa është i dhënuar tepër, që nuk e din çka flet, se ka pas plan me shlu gruën, apo se ka pas plan dhe me shlu robin, nuk mirët parasysh fjale e ty. As nuk konsiderohet gruaja e ti e shkorrizuar, apo njoni është i dehur dhe fillon me fol fjallë kufrit. Ha? Apo e shkorrizon gru. Apo a mirën parasysh? Nuk mirën parasysh. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, dietar kanë thonë kujdes para se t'i gjikosh të qerë. Mos i gjiko njerëzit dhe vetëm si pas fjallës dhe veprës, po këshirë rëthonën.